Në kohën kur trafiku në Tetov është më i ngarkuar dhe të merr shumë kohë për të lëvizur nga njëra pjesë e qytetit në tjetrën, komuna e Tetovës ka larguar 2 automjetet Karotrec. Sipas kryetarit Bilal Kasami, shërbimi i Merimangës nuk ka qenë funksional për shkak të mungesës së policëve rrugor. Zgjidhjen e shet duke lënë në funksion vetëm një merimang të ndërmarrjes publike, deri në momentin kur bllokimi i veturave të parkuara gabimisht do të menaxhohet nga një operator privat që do të angazhohet nga komuna. Jo që nuk ka bashkëpunim me policinë, por realisht policia nuk ka kapacitet që në çdo pjesë të qytetit të intervenojë për largimin e veturave të parkuara pa leje. Kjo e dini që ne kemi tentuar, edhe ka ardhur në asistencë vetë Ministri i Punëve të Brendshme, kemi kthyer në rrugë inspektor përkohësisht duke shpallë gjendje të jashtëzakonshme që të intervenojnë, por është konstatuar që edhe ajo nuk ka qenë zgjidhje që ka zgjidhur problemin. Nga sektori për punë të brendshme Tetov kundërpërgjigjen duke thënë se 4 policë rrugor kanë qenë të angazhuar në 2 ndërrime për t'i shërbyer karotrecëve. Të njëjtit kanë qenë jashtë këtij shërbimi vetëm gjatë kohës kur ka pasur delegacione në rajonin që mbulon ky sektor. Deri tani është praktikuar që të angazhohen 4 policë pra në 2 turne, për arsye se ka 2 merimanga në dispozicion, por ka raste kur ndonjëri nga merimangat nuk është funksionit dhe nuk mund të funksionojë, kështu që kolegët pra angazhohen në detyrime tjera deri në vënien në funksion të merimangave. Komuna e Tetovës deri më tani kishte marrë me qira 2 automjete merimang nga kompani private, ndërsa më parë të njëjtat i shfrytëzonte me përqindje. Sidoqoftë, sipas kreut të komunës, asnjëra nga këto variante nuk ka pasur efikasitet për të rregulluar kaosin e komunikacionit në qytet.